Nëpërmjet këtë mesazh dëshiroj që me shumë respekt të hyj në familjet tuaja për t'u përcjell përzemërsisht urimet më të ngrohta për këto Pashket. Mendja ime në këtë moment shkon tek ato që në këtë moment po kalojnë nga ndonjë vështirësi, nga ana trupore, po edhe nga ana shpirtërore. Mendoj për të burgosurit, të sëmuret, ata që po hasin ndonjë vështirësi me ndonjë marrëdhënie, ata që kanë humbur çdo shpresë, ndoshta po kalojnë një moment zhgënjimi në jetën e tyre. Kurajo, dëshiroj t'ju bëj shumë zemër, shumë kurajo, sepse Krishti u ngjall edhe për ju, sidomos për ju, për të gjithë ne. Dhe për këtë arsye dëshiroj t'ju uroj ju të dashur qytetar të qytetin ton, aq të dashur begdetar të Durrësën, gëzuar Pashket. Qofshin këto Pashket edhe një herë një fillim të ri me plot shpresë, ku çdo pikë të jetës son të ndryqohet nga drita e Krishtit të ringjallur. Gëzuar Pashket.